Një ditë pasi shpalli emrat e 19 antarëve të kabinetit të ri qeveritar, Edi Rama, kryeministri i zgjedhur, ka zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste një tryezë të përbashkët konsultative me disa prej tyre. Në qendër të këtij takimi me dyert të mbyllura pa praninë e medias, mësohet se Rama ka dhënë direktivat e para, si për ndërtimin e kabineteve të secilës ministri, si dhe krijimin e strukturave në këto institucione. Pas mbledhjes e cila zgjati për rreth një orë, ministrat në pritje për të marrë detyrën nuk kanë pranuar të prononcohen për më shumë detaje të këtij takimi. Në këtë takim, kryeministri i zgjedhur Edi Rama priti vetëm ministrat e propozuar nga kjo parti dhe jo ata të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mësohet se gjatë ditëve në vijim deri në konstituimin e qeverisë së re, këto takime priten të jenë të shpeshta. Qeveria e ardhshme do të ketë në përbërje të saj 19 ministra. 3 prej tyre do të jenë ministra shteti, ose thënë ndryshe pa portofol. Lëvizja Socialiste për Integrim mori 5 poste ministrore.